miqtë Prizmës. Sigurisht ishte banale dhe shëmtuar. Ajo mënyrë sjellje prej Karaduze, ish kryeministit, ish presidentit, ish kryetarit partisë, për kryetarit gjithmonë të Partisë Demokratike, ose më mirë themi, kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Është një fjalë që mund t'ja bashkosh shumë mirë, kryetarit të Partisë Sali Berisha. Në të vërtet nuk ka Parti Demokratike, është pronë e Sali Berishës, dhe sigurisht mënyra e sjelljes të tij, përshudnimi i tij në foltore është një nga tragjedit më të mëdha politike që i ka ndodhur këtij vendi dhe që i ndodh për ditën e një individ si puna e tij. Dhe këtë provë i pa qenë i ftuar dhe pa qenë njëri i cili sigurisht duhet dëgjoj për gjërat përgjithësi marrina, gjëra nga goja, sharja akuza për vendin e vet, turp kombëtar, të kesh kundërshtar politik në Shqipëri nuk do të thotë që të pështysh me vendin, po Sali Berisha e bën këtë, sepse kështu është i mbrojtur, kështu është i lindur. Kjo është kredo e tij politike, do të pështyj me vendin e vet, ai urren Shqipërinë më keq se Edi Ramën. Bile Edi Ramën nuk e urren fare, përkundazi me te jeton. Por që do ta provoj, e ndihmuar nga Albana Vokshi, ose nga një nga pupilet e tij në Partinë Demokratike, ajo jeton sajt Sali Berishës, merr frymë Sali Berishës. Nëse do ta nxjerrësh Albana Vokshin me klamur nokën të votohen në publik, diskreditohen, sikur u diskreditu kur doli vetëm Josefina Topalli, që mande veten femra më e rëndësishme e Partisë Demokratike dhe mori 800 vota në Shkodër. Tashi, po këtë punë ai tentoi ta bëjë në kuvendin ose parlamentin evropian. Filloi marrëzirat, sigurisht, filloi idiotizmat e tij, sharjet e tij, kaloi minutin, e lan, gabimisht e lan, dhe pastaj i mbyllën mikrofonin. I tani duke folur kot, mikrofoni ishte i mbyllur, mbaroi një fjalën dhe njëkohësisht krijoi një lloj duke me sjelljen e tij për një plaku të shmendur, krijoi edhe një lloj neverie në atë sallë. Dhe ky është momenti për të reflektuar këtu brenda. Sali Berisha është mësuar që të veprojë në Shqipëri kështu. Del 20 herë në konferencë shtypi, e ndjekin gazetarët nga shtypi i lirë shqiptar. Gazetat dhe shtypi që do flas më vonë, modaliteti i mediave shqiptare që kanë lajm të parë Sali Berishën. Ju duket njeriu më i mençur i botës, të gjithë televizionet, pa përjashtim. Sa herë delet portale, televizione, vrap ke Sali Berisha në marrëzierët e tija. Po kështu bën dhe kuvendi, kështu ka bërë Ilir Meta duke e toleruar dikur. Kështu kanë bërë të gjithë kryetarët e kuvendit, gra dhe burra, kështu bën dhe Niko Peleshi. E lejnë që të shpërfytërohet në foltore, të kaloj nga fraza në frazë, të shaj, të fyej gjithkën, të ndez urrëtitjen njerëzore, personale, ndërpersonale në kuvend, të bëj masakrën më të madhe të fjalës, gënjeshtrat më të mëdha, shpërfytyrimin më të madh të fjalës, e cila sigurisht ka emrin e si vrimtarie dhe si filozofi të Sali Berishës. Është një nga njerëzit që ka luajtur mendsh në të gjitha drejtimet, e ka marrë zvarr Shqipërinë, ka shkaktuar 97, 96, 97, 98, ka vrarë njerëz në bulevard, ka vrarë njerëz në Gërdec, ka hedhur në erë Shqipërinë, ka vjedhur, ka grabitur, dhe tenton ta bëj këtë edhe në Strasburg. Por aty i fikën mikrofonin. Kaq. Po t'ishte në Shqipëri, ai do të nxirrte mulnokën e Gazbardhit me këto gratë aty për të sulmuar foltoren ose për sulmuar kryetaren e parlamentit atje, për sulmuar edhe Brukselin, edhe Strasburgun, edhe gjitha me radhë, sepse ky është zakoni. Por ai nuk e bën dot në Evropë të punë. Ai nuk e ka mundësinë për ta bërë në Evropë dhe sigurisht që aty nuk e lejojnë. Në Shqipëri po, e tolerojnë sepse Shqipëria i ngjan Sali Berishës. Shoqëria shqiptare, 30% është Sali Berisha, voton Sali Berishën. Në popullsinë e saj, ajo ka berishkët e saj. E votojnë për të qenë thyerës, për të qenë akuzues, për të qenë gojprishur, shpifës i ordiner dhe një komunist i 1968-s.
Ndërsa tjetra është një grafik i gazetarisë, ta lexoj më mirë, që më thonë, ky është grafik po themi, i koha, autoriteti i medjave, audiovizive. Jep një grafik të tillë, këtë grafikun këtu. E shikoni? Hoqa syze, sepse sigurisht me syze unë nuk e dalloj mirë. Ky është grafiku dhe përcakton 84,20% Partinë Demokratike në televizionet kombëtare, 11,14% Partia Socialiste, pastaj janë me përqindje të vogla, Mundësia, Lëvizja, BZK, Lëvizja për Zhvillim, Partia e Lirisë, nuk e di, Partia e Lëvizja Shqipëria bëhet. Pra, në mënyrë të jashtëzakonshme, 84,20% ka Sali Berisha për të folur. Flet para gjithë medjave. Të gjithë e transmetojnë 2 herë në ditë, ndoshta edhe 3 herë në ditë, mitingjet e tij, konferencat e tij. Dhe di çfarë ka ndodhur me 84%, 85% të daljes në media, ka humbur 85% të elektoratit. Sa më tepër flet, acarohet, zhurmon, shpif, inkriminon Sali Berisha, shan Sali Berisha, sa më tepër i japin mediat hapësirë ku ai do të flasë gjithkund, sa më tepër thot i ka bler mediat, Edi Rama dhe të gjithë mediat japin Sali Berishën, aq më tepër mungojnë njerëz, jo vetëm në mitingjet e Sali Berishës, që mund t'i mbledhi 5.000 vetë, por në elektoratin e vërtet që voton. Sa më tepër e japin mediat tona të çmendura, arrogante, të skupit, ignorante në përgjithësi, Sali Berishën, aq më tepër shërbimi bëjnë Edi Ramës. Aq më tepër binden njerëzit që shikojnë lejmë këtë, me gjithë gjërat që ka, sepse me këtë tjetrin, Shqipëria shkon edhe njëherë në 97-ën, futet në luftë civile, vllavrasje, shpërthejnë depot edhe herë, do të vrasim njëri tjetrin, sepse ky këtë zakon ka. Dhe kësaj teorie i shërbejnë edhe mediat e Sali Berishës, duke filluar në të gjithë kombëtare, Top Channel, Klan, RTS-ja, është me Sali Berishën e gjitha. Me gjitha, absolutisht, duket sigurisht shërben Edi Rama, Edi Rama nuk e shef me sy radio televizionin shqiptar. Ai është krijim që është RTS-ja, është tipikisht, dhe që ka drejtoresh berishiane sot, por e ka vendosur Edi Rama vetë, që t'jetë berishiane. Që ta tepëroj edhe RTS-ja, t'jetë edhe ajo me opozitën, dhe të tjerët, pastaj Vizion Plus, gjithë News 24, gjithë çfarë kombëtar. Dhe italiani i Report TV-s, Sali Berishën nuk e mungon, megjithëse e urren, dhe bën mirë që e urren, s'paku te ka të drejtë, por atje jep hapësirën më të madhe. Ky është fakti i mediave dhe Sali Berishës. Ky. Janë të regjistruar gjithë televizionet kombëtare, po ti shtosh pastaj edhe portale, gazeta, televizione lokale që punojnë për Sali Berishën, punojnë me opozitën, urrejnë Edi Ramën edhe japin këtë, e kupton që çfarë ndodh në mentalitetin e shoqërisë shqiptare. Absolutisht, në fund shoqëria thot na çau bëthën ky i marr me marrëzirat e tij, çan bëthën këto televizione me idiotizmat e tij plakut marr, i cili do që ta kthejë edhe herë në kohë të luftës civile, do që të vrasim njëri tjetrin edhe herë, do që për familjen e tij, për lirinë e tij, për zenin e tij, argitën e tij, për abin e tij, të vdesin shqiptarët, që të pasurohet ky dhe që të jetë ky njeriu që merr zvarr shoqërinë shqiptare. Këto media i bëjnë shërbimin më të madh Sali Berishës, para ma bëjnë një gjë të madhe. Binin shoqërinë shqiptare, popullin shqiptar, se çfarë marrëzie, çfarë incesti është midis medias edhe berishizmit për të krijuar këtë marrëzi që kemi sot. Në fund ky shërbim i shkon pushtetit Edi Ramës. Kur nuk ka më të mirë se sa ai, këtij pushteti do t'i shkojë, as kërkuj tjetër. Edhe ndoshta kjo është edhe e qëllimshme. Dakord miqtë e mi?